Hamdi takon Allahu Gjelle Gjelalu, falëndërimit e mëndë madhit Zot, bim salavat dhe selam bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, bi shokët e tij, bi gjithë besimtarët përgjithësi. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli, selamullahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Javën e kalume kemi thull pak disa pika që kanë bënë me atë se Muhamedi alayhi salatu wassalam për gjatë 23 viteve sa ishte pejgamber, ku i gjet arabët dhe ku i pruni me këtë fe, me islamin si fe, si në aspektin e dijes, e shkencës, e njohurive, si në aspekti i besimit. Domthon, folëm javën e kaluar për këtë pika, e tash sot ndërlidhet tema që kemi të bëjmë me, apo dua pak kështu të flasim në pika të shkurtra për atë se pas vdekjes pejgamberit Zotit, bota në tërësi dhe Evropa në veçanti, në çfarë gjendje ishte dhe a solli Islami dhe muslimanët përparim dhe çfarë solli botës Islami dhe muslimanët. A pat bota dhe Evropa dobi prej besimtarëve musliman të cilët udhëhoqen mbi 1000 vjet e udhëhoqen në gjysmën e botës e kështu me radhë. Fillimisht, Allahu Gjelle Gjelalu e ka ngrit këtë ummet. Fillimisht, është citat kuranor, është vlerë e Kuranit, është vlerë që Allahu e ka cilësu këtë ummet islam, me shumë cilësin jo prej tyre, apo e para prej tyre, thot Allahu në surën Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Jeni ummeti më i mirë që ka pa bota. Jeni ummeti më i mirë që ka pa bota. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Urdhënoni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe jeni besimtar në Allahun, besoni Zotin. Vlera këtu e shumë të tjera në parajete dhe hadithe të tjera që flasin se besimtari musliman dhe si shoqëri besimtarët musliman, si që individ, si që familje, si që në shoqëri, si që në udhëheqje të shoqërive, në çfarë të gjendje është ummeti më i ngritur të Zotit i Madhëruar. E dyta, ja hedhim një shiqim historisë, edhe gjendjes së botës apo Evropës në pika shumë të shkurtra, prej shekullit 8-9 deri 5-16 ose 19. Atëherë kur Evropa ka jetu në një errësirë të skajshme, në çdo pore të jetës errësirë. Për shembull në aspektin e drejtësisë. Për shembull në aspektin e drejtësisë. Transmetohet atje në për histori, edhe kjo është e vërtetuar dhe stërvërtetuar, ata që kanë marrë lëndën e historisë në për shkollat, po jo lëndën e historisë me marrë me 2, po me 4, me 5. Po flasëm në këtë nivel. Edhe ata që lexojnë histori përgjithësi. Shumë kjo art e gjejmë që në shekullin e 9 deri në shekullin e 14-15, Evropa ka jetuar në një sistem feudal ku shoqëria është kanë ndonë në 2 pjesë. Pjesa mreti me ata agallarët ose fisnikët, ata që kanë pas pasurit madhe, dhe kishtarët, pristë e kishave. Kisha ka udhëheq shtetin. Kjo pjesa dhe pjesa shtresa e ulët e njerëzve fshatarët, të cilët punonin tokat për me rujt kryt e vetë, për mujt një kafshat bukë me siguru. Kjo ka qenë Evropa në këtë drejtim. Dhe tash, nëse rastisht një i shtresës tull e ka mbyt një të shtresës në altë, me njëherë ka pasu dënimi më i rreptë i mundshëm, me vrasje, me furje, me tortura të më të ndryshme. A nëse ka ndodhe kundërta, është bo pagesa, drejtësia është ble me pare. Drejtësia është ble me pare. Pastaj, pas vitit 1478, Spanja e sotshme i ka dëbu muslimanët edhe hebrejt, i ka dëbu për Spanjës. I ka dëbu hebrejt për Spanjës, dhe çfarë ka ndodhur? Anën tjetër, Sultan Sulejman el-Kanuni u hap dyrë të Stambollit, u hap dyrë të shtetit islam, perandorisë osmane. Edhe thot,
Ferdinandi shumë burr i lig. Thot fjalinë e famshme. Ferdinandi shumë i padrejt, shumë burr i lig. Nuk din mi mojt njerëz të me shumë mrena, po i dëbën ata. Se në atë kohë jahudit janë konsideruar historik të librit, ata janë qashtu e konsideruar dhe kanë qenë njerëz të shkrimit të leximit. Përballë një Evropë e cila s'ka ditë as shkrim as lexim. E fale muslimanin këtë drejtim me argumente të shumta që e mbushur është historia që është e vërtetuar kjo punë. Anën tjetër e sheku Omeri radiallahu anhu kur ka çliru Kudsin, kur kanë hyrë muslimanët me Omerin radiallahu anhu në Palestinë, në Kuds, në vitin 636, hyn brenda në qytetin e Kudsit, hyn pa ushtri, pa armë, bën traktatin e tina, bën traktatin me patriarkun e Jerusalemit asaj kohe, edhe thot të lirë jeni, të sigurt jeni, kishat e juve, klerikët e juve, edhe populata e juve këtirini. S'ka detyrim në ndrimin e fesë juj. Nëse doni me rejt, jeni të lirë dhe të sigurt. Gjë që nuk kanë ndodhur tjetra, kur janë fut ata në Palestinë, e din historia shumë qartë këtë punë, sa gjaku ka shku, edhe lumi është bo me gjak. Që kanë mbyt musliman, e kanë mbyt e kështu me radhë. Torturat të ndryshme. Pastaj anën tjetër. Shohëm Spanjën e sotshme, Andaluzinë e dikurshme, ka lullzu prej muslimanëve. Ka lullzu prej një bashkjetese mes muslimanëve, mes hebrejve, krishterëve dhe të tjerëve. Ka lullzu, sa që jahudit e shkrujnë në historitë e tyre, në librat e tyre shkrujnë dhe kemi jetu jetën, pjesa e artë e jetës e jahudive në petkun e muslimanëve, në flamurin e muslimanëve. Vete e shqiptojnë atë, e argumentojnë e shqiptojnë atë me gjuhët e tyre. E pastaj, me radhë, në kohën kur kisha në Evropë, pra studimi kishës në Evropë, në atë kohë, shekujt e mesjetës, Evropa mesjetare, i ka myt shkrimtarët, i ka djeg shkrimtarët për idetë e tyre. I ka djeg, e i ka varë, i ka furë shkrimtarët edhe njerëz të ditur për idetë që mbanin, të veçantat e tyre. Anën tjetër, në Spanjën e muslimanëve, biblioteka në Kordob, biblioteka e Kordobës në Spanjë, për 1400.000 libra i ka pasë. Ndërsa biblioteka më e madhe në krejt Evropën, 2000 libra i ka pasë në te. E pastaj, në fushën në aspektin shkencor të civilizimit, e mbushur dhe së mbushur është historia islame, po edhe historia e Evropës me fakte të paluhatshme, se muslimanët ishin ata prijatar, bajraktar e shkencave shoqërore, e natyrore, ishin prijatar e shkencave. Ibn Sina apo Avicena në mjekësi ka shkruar një libër të quajtur El Kanun Tibbi, që ka qenë 600 vite me radhë libri bazë në mjekësi. Libri bazë në mjekësi. Pastaj kemi Razin në farmaci, pastaj në kirurgji, Zehrawi kishte bërë mbi 200 ndërhyrje kirurgjike, musliman. Ta krejt të musliman ishin. ABC-t e shkencave i kanë vendosur muslimanët, i kanë dhënë botës edhe Evropës konkretisht. Pastaj matematikën dhe numrat, i zbuloi el-Khawarizmi. Pastaj në optik, në fushën e optikës Ibn Haytham, në astronomi, i pari që foli për tokën se toka sillet, ishte el-Beiruni. Pastaj në kimi, Jabir ibn Hayyan, që njihet si Gabr. Pastaj në fushën e filozofisë Ibn Rushdi, Averroes, që la gjurmë të para ABC-n e filozofisë. Pastaj sociologjinë, themeluesi i sociologjisë, ishte Ibn Khalduni. E kështu me radhë, do me thonë fushën e shkencës. Pastaj, universitetet e para. Universiteti i parë thuhet në vitin 841 në qytetin Saleron të Italisë, nga durët e muslimanëve. Pastaj, një grua në Maroko është themeluesja e universitetit parë në Maroko në vitin 859 me emrin Fatime el-Fikhri, grua. Pastaj
Universiteti i Bagdadit, pastaj Universiteti në Andaluzi, në Kordobës dhe Granadës, në Andaluzi, në Spanjën e sotshme. E kështu me radhë, domethënë që jep me kuptu se ja ka qelë syt edhe i ka dhënë dritë Islami edhe muslimanët Evropës së sotshme, së sot njëtë si Evropë, edhe botës mbarë. Ama kur muslimanët ishin në kulminacionin e tyre, kur muslimanët ishin të kapur sinqerisht edhe fort, edhe me vedi edhe me dije të lartë nga Kur'anit edhe Sunetit pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur ishin tamam muslimanë që duhet. Pastaj nëse shohim syt ka fenomeni grua, ka çështja e gruas, të drejtat e grave kështu me radhë. Falë dhe mos u nalin këtë drejtim. Fakte të mira fakte nga ligjet, nga librat e ligjeve tyre, nga librat e historisë tyre, edhe nga librat e shkencave tyre që qartë e përmenin qysh në Anglinë e moqme të vitit 585 në Francë e pastaj në shekullin e 8-9 kur Anglia ka filluar me diskutu femra a është njeri apo nuk është njeri. A ka shpirt si të moshkullit apo është tamam një shërptore që është malli shitore që shitet edhe blehet. Kanë thurë supozjume dhe takime, nivel të lartë shtetëror, me avon normën femrës, çka femra. A njeri asë njeri. Imagjino, e shumë argumente kështu që na merr kohë të hyjmë të cilat janë të regjistruara, me data e me ligje e kështu me radhë, e me supozjume të mbajtura në këtë drejtim. Vjen Islami dhe vinë muslimanët edhe e japin hakun secilit çështje edhe të drejtës gruas. E bëjnë atë edhe Islami e ka ngrit gruan në nivelin e saj që duhet, në nivelin e lartë, edukativ edhe fetar e të jurisprudencës islame e të dijes së shkencës. E ngrit gruan në gradën e lartë, e bën një non të ndershme. Një vajzë të ndershme që pejgamberi Zotit ka thënë kush i ka 2 vajza dhe i rrit me edukat, ato e fiton xhenetin me mua në xhenet ka me hi. E shumë dietare islame muslimane që i kanë prit proceseve shkencore e kështu me radhë që kanë qenë muslimane. E që është mundu dhe mundohet vazhdimisht Islami dhe muslimanët t'i japin botës këto mësime, ende vazhdojmë t'i japin botës këto mësime. Ama mbi bazat shkafit o vllazni, arrihet kjo çështje ose rikthehemi aty ku duhet. Mbi bazat e shkafit, jo mbi bazat të tërkuj përveç se mbi bazat e imanit të pastër, e të fuqishëm, e dyta, mbi bazat e arsimimit, të kulturës, të formimit, të edukimit, të arsimimit. Nuk ka mundësi me praktiku fen pa shkollë, pa mësim, pa arsimim. E leva procese të tjera. Sot ka koha, familja nuk të dërni pa shkollu. Fëmijët janë rritë dhe janë hapë shkolla, ata shkojnë shkolla dhe e këshyrin babën dhe nanën me një sy të ullë, pse se s'ka shkollë baba dhe nana. Dasht e pa dasht këshyr me qatë sy. Sot duhet të jemi të vetëdijshëm që mos të lejojmë familjen tonë përveç se të gjithë të janë të shkolluar. Të shkolluar të arsimuar atje, o vllazni. Pastaj, e para ishte, mbi baza të imanit, të besimit të fortë, e dyta të arsimimit të shoqërisë. Shoqëria rikthehet dhe ngritet. Pastaj mbi baza të moralit të saktë, të moralit të lartë, moralit edukatës, kulturës e lartë. Allahi e udhëzoft këtë popull e drejtoft. E na drejtoft drejt imanit të fuqishëm, drejt arsimimit edhe hapjes së shkencës edhe së Allahi na forcoft imanin, e na forcoft dijen, edhe na udhëzoft në akhlaqet, në moralitetet më të larta, që të jemi shembull për njëri tjetrin në familje, që të jemi shembull në shoqëri, pse jo të jemi shembull në rajon dhe në botë. Ashtu që ishin muslimanët e parë shembull në gjitha fushat, ashtu po dëshirojmë ta rikthejmë atë shembulltyrë e të jemi vërtet një shembull i vërtet edhe i gjallë. Deri në xumën e ardhshme, selamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.